Mirë se erdhët përsëri. Tani do të mësojmë diçka më tepër rreth një aktiviteti shumë të veçantë që është mbajtur në qytetin e Gurtë në Gjirokastër, quhet Qilim Fest, aty ku historia nuk shkruhet vetëm në libra, por edhe qëndiset me ngjyra dhe pasion mbi qilima dhe veshje tradicionale. Po shohim pak pamje nga aktiviteti i zhvilluar vetëm pa ditë më parë në qytetin, në zemër të qytetit të Gurtë, një fest ku ngjyrat e trashëgimisë gjallërojnë rrugicat e UNESCO-s dhe mjeshtëria e artizanëve vjen si një kujtesë e fortë se kjo kulturë nuk duhet u mbas, por të përcillet me dashuri në brezat e rinj. Në këtë festival morën pjesë artizan nga të gjitha zonat e Gjirokastrës, duke sjellë diversitetin dhe pasurinë e një trashëgimie shekullore. Për të mësuar diçka më tepër dhe se si u prit edhe nga turistët apo nga vendasit ky aktivitet, siç quhet Qilim Fest, do të lidhemi tani në drejt për së drejti me Alesia Llapaj, që është përgjegjëse për aktivitetet e turizmit në Bashkinë e Gjirokastrës. E përshëndes fillimisht. Alesia, të përshëndes. Faleminderit për kohën. Faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi. Si shkoi këtë vit Qilim Fest? Si u organizuar, çfarë solli të re, risi, përshtypje vendasve, turistëve? Atëherë në fundjavën që lam pas, Gjirokastra u kthye në një skenë të gjallë, ku historia, kultura dhe artizanati u përkthye në një mozaik ngjyrash dhe emocionesh fal edicionit të 4 të Qilim Fest. Pazarit historik ju dha jetë edhe gjallëri përmes motiveve tradicionale, tingujve të polifonisë dhe aromave të punimeve artizanale. Më lejo të prezantoj dhe të thras në bisedë dhe një prej zërave të qetë por të fuqishëm të traditës. Ajo ka spikatur gjithmonë me punën dhe përkushtimin e saj. Zonja Eli Zhulati do të jetë përsëri paralelisht bashkë me Alesia nga Gjirokastra. Prej më shumë se 20 vitesh, Eli është një nga gratë e ralla që ruan me fanatizëm dhe përkushtim traditën e kostumeve tona popullore. Ajo nuk është thjesht një qëndistare, zonja Eli është një restauratore e certifikuar e tekstilit muzeal. E vetmja në qytetin e saj që ka ndërmarrë misionin e vështirë në fakt për të restauruar dhe për të ruajtur veshjet që me për të së vërtetës janë shpirti i një populli. E përshëndes zonjën Eli. Faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Si u ndjeve dhe më trego pak sa vite ke në këtë pasion dhe profesion bashk? Me thënë vërtetën, unë nuk di ta ndaj, por të them si aktivitet, tani kam kaluar 20 vite, jam në prag të 30-ave vite artizanale. Po kjo nuk do të thotë që këtu është në kufirin e këtyre viteve, sepse unë vi nga një familje e madhe, me shumë antar, ku atje punohej gjithçka, nga qylimat, organët, shtizat, grep, punoheshin shesa për mbajtjen e për përdorim të nevojave shtëpiake, e të tjera zeje që vinin të trashëguara ose të interpretuara nga familjarët e mi. Si ndjesh, zonja Eli, kur veshjet që ti qëndis, veshjet që ti rregullon, restauron, shihen, pëlqehen, vishen nga vendas dhe nga të huaj? Po, përveç të vendasve, unë duhet të them atë që marr më shumë satisfaksion janë të huajt, pasi ata jo se janë të rastësishëm, kthejnë kokën dhe shikojnë diçka dhe duan. Ata kanë një farë informacioni që këte marrin nga zyra informimit pranë bashkisë, informimi turistik kuptohet, dhe nga agjensitë të tjera turistike që operojnë me Gjirokastrën, po edhe me ne punishtet e vogla të artizanatit. Kjo të bën që pavarësisht se sa mund të marrin apo mund të dëshirojnë ata për të patur të tyren, po qoftë edhe një moment i vogël ku ata veshin një kostum dhe bëjnë disa fotografi për rrugicat e pazarit karakteristik, ky është një emocion në vete. Marrin një copës shpirti, një copës autenticitetit nga Shqipëria me vete. Për sa ju përket shqiptarve, ata unë them është. Kemi ndoshta një shkëputje me zonjën Eli, kalojmë tek Alesia, doja ta pyesja pak sa artizan morën pjesë në këtë aktivitet dhe pse pikërisht qilimi ishte simboli kryesor i Qilim Fest.
në fakt, nëse ka apo jo interese dhe nga brezat e rinj për të vazhduar të traditë, sa është e vështirë apo jo për të mbledhur dhe grupuar edhe të rinj për të përqafuar edhe për të njohur natyrën, trashëgimin ton, padyshim natyrën e këtyre punimeve artizanale. Nëse e kemi Alesja, do doja që të na tregonte diçka më tepër rreth pjesëmarrjes. Po Alesja. Po, atëherë do të thoja se mbi 10 artizan shfaqën punimet e tyre në rrugicat e kaldrëmta, qylimet me motive si zogu i gurit, rombet të cilat evokojnë kaldrëmet dhe lulet vendase, të cilat nuk ishin thjesht për ekspozim, por rrëfenin me finesë historinë dhe identitetin e kësaj zone të pasur kulturore. Gjithashtu fëmijët e vegjël në ndrejtimin e mjeshtrave lokal u përfshin në punë praktike si tjerja, endja, thurja, duke krijuar punime të vogla që mbesin si një kujtim i gjallë i kësaj përvoje unike. Në pazarin karakteristik, artizanët krijuan kënde të shumta, të cilat demonstronin, tregëtonin procesin tradicional të përpunimit të leshit dhe tekstileve. Gjithashtu mund të them se atmosfera u pasurua me muzikë tradicionale, polifoni dhe i bëri harmoni midis vizitorëve vendas dhe të huaj. Gjithashtu u shijuan dhe degustuan likote shishme, likere dhe produkte natyrale të cilat vinin drejt për së drejti nga duart e prodhuesve lokal. Mund të them se Qilim Fest nuk është thjesht si një panair, por është një festë e trashëgimisë kulturore dhe është një mundësi për të lidhur rrënjët, për të mësuar nga e shkuara dhe për të promovuar vlerat që na përfaqësojnë ne si qytet. Padyshim për t'i kaluar ato brez pas brezi, por shoh dhe të ri dhe më bëhet zemra mal kur i shoh të interesuar për këtë trashëgimi. Zonja Eli, cila është pjesa më e bukur dhe më sfiduese këtij zanati që ju keni? Më trego pak për veshjen gjirokastrike, pse është më e vështira për t'u realizuar, pak për fustanellën, kam dëgjuar dhe lexuar shumë për punën që ju bëni. Veshja gjirokastrite më shumë ajo e grave ka vështirësinë në të punuar dhe në të realizuar, pasi ka teknikën e saj e ka paksa të vështirë, aty përdoren disa materiale për të hapur atë në origjinalitet. Pastaj është edhe materiali bazë, kadife themi në gjirokastër, po velvet për të kuptuar nga të gjithë, që është dhe një cilësi shumë të lartë. Për këtë ne tani nuk hasim në vështirësi për ta gjetur, sepse tregjet janë të hapura. Me vendet fqinje jemi shumë afër dhe shumë lehtë për të vajtur e për të bërë pazare. Është specifika e gjendisjes së saj tek veshja e femrës për të qenë, kur themi që është e vështirë. Ndërsa fustanella është elementi që bie më shumë në pa, jo se të pjesët e tjera të kostumit tek meshkujt ajo i vlerëson, por duke qenë ashtu e bardhë e akullt, dhe duke qenë me ato aq shumë pala që themi ne, si të thuash është elementi më i madh më i madh në madhësi i kostumit të burrave. Në Gjirokastër, në fakt është shepur me 350 flet fustanella, është prerë dhe shepur. Në Shkodër është bërë me 500, në Prishtinë është bërë me 700, në Çamëri është bërë me 900. Po të flasësh për këto fustanella duke respektuar dhe numrin e elementeve që unë përmenda pak më lart, këtu bën diferencë edhe gjatësia e tyre. Nëse në Gjirokastër e kemi të shkurtër tek burrat deri pak poshtë gjurit, në Shkodër është më i gjatë, ndërsa në Çamëri është akoma edhe më i gjatë. Për këtë ne na vjen në ndihmë për të gjetur, domethënë se si ka qenë kjo, na vjen në ndihmë edhe muzeet që neve kemi, po edhe fotografi të ndryshme të personave që kanë mbajtur të veshur këtë fustanellë. Po pikërisht këtu do të ndalesh, sa e rëndësishme është pikërisht dokumentimi historik në punën tuaj, se si arrini ju të mbani dhe të ruani me fanatizëm modelet origjinale të këtyre veshjeve. Po përgjatë gjithë këtyre viteve punë, unë nuk kam mbajtur vetëm gjelbërën në dorë, po më është dashur që të lexoj, të shpletoj literaturë, të bëj konsulta të ndryshme me etnokostumograf, specialistë të fushës, kuptohet, të marrë të dhënat të hollësishme përveç asaj që mua më shikon syri si një pikturë ose si një fotografi. Dhe këta na vijnë në ndihmë me dashamirësi.
A ka të pasur ndonjë interes vajza djemë të rinj që duan të mësojnë këtë profesion edhe të interesohen të afrohen tek ju, të jenë nxënësit tuaj për t'ja u trashëguar? Me thënë të vërtetën, në momentet e para, kur do më interes kanë patur, momenti i parë është dhe të mbush, do të entuziazmon se thua do vazhdoj. Po kur shikoj se sa kohë do të realizohet një kostum dhe sa shumë do presësh që të marrësh fitimin e asaj pune, këtu stepen edhe largohen, duke menduar që ka punë më të thjeshta për të marrë fitim më të shpejt. Megjithatë, unë këtu dua të falenderoj Bashkinë Gjirokastër, e cila ka bërë të mundur, pra në qendrës kulturore të fëmijëve, është ngritur, si të themi, kursi i qëndisjes për fëmijë. Dhe atje është një kurs modest me 6 vajza të moshave 12, 13 deri në 14 vjeç, që janë të pranishme 2 herë në javë pranë kësaj qendre. Besoj se nëse ky nuk do i jetë rrugëtimi i tyre, ato do ta kenë si një kulturë më vete, dhe kujdihet, ndoshta një ditë do t'i kthehen në qef, në pasion. Gjithsesi, aktivitetet të tilla padyshim janë shumë të rëndësishme për të ruajtur po ashtu me fanatizëm si që ruani ju prej vitesh dhe për këtë duhet të përgëzoheni, zonja Eli, jeni ndër të rallat që ruani me fanatizëm traditën e trashëgimisë së veshjeve tona popullore. Ndërkohë Alesia, Qëllim Fest do të vazhdojë të jetë një aktivitet i përvitshëm në qytetin e Gjirokastrës? Po, në kalendarin e përvitshëm të aktiviteteve, Qëllim Fest parashikohet për të zhvilluar. Do të thoja që përveç Qëllim Fest, Bashkia Gjirokastër në kalendarin e vet një vit në ritmin e traditës ka përfshirë një sër aktivitetesh, nga të cilat do përmendja edukimin përmes këngës polifonike dhe valles karakteristike gjirokastrite, që është një nismë edukative që synon ruajtjen dhe përcjelljen e pasurisë së trashëgimisë kulturore në brezat e rinj, duke përfshirë mësimin e këngës dhe valles gjirokastrite. Gjithashtu nga ky kalendar do të sfikasja 20 vjet Gjirokastra në UNESCO, që është një përvjetor historik, i cili feston 2 dekada që nga shpallja e Gjirokastrës si pasuri botërore. Aktivitetet do të përfshin ekspozita të ndryshme, aktivitete kulturore, promovime që nderojnë vlerat unike arkitekturore dhe kulturore të qytetit tonë. Gjithashtu një traditë e përvitshme e Bashkisë Gjirokastër, e cila promovon kulturën, është Iso mbi kaldrëm, që është një ngjarje autentike që mbush rrugicat gjatë muajit gusht me tinguj magjepsës të Iso polifonisë. Grupe të ndryshme do të performojnë në vende spontane në mes të kaldrëmeve, duke krijuar një atmosferë që lidh të kaluar me të tashmen. Gjithashtu do të përmendja Divanin Lunxhot, që është një event kulturor që sjell në vëmendje traditat e zonës së Lunxhërisë përmes rrëfimeve, muzikës, kulinarisë dhe mikpritjes. Organizohet në një format divani ku trashëgimia kulturore rrëfehet edhe jetohet gjithashtu. Gjithashtu pjesë e këtyre panajireve dhe aktiviteteve është Kult Art me edicionin e tij të 5, që është një festival bashkohor që mbledh artistë të rinj dhe profesionistë nga fusha të ndryshme si muzika, letërsia, performanca, dhe Kult Art në edicionin e tij të 5 e konfirmon Gjirokastrën si një qendër dinamike e krijimtarisë artistike dhe dialogut kulturor. Shumë faleminderit e për përshkrimin dhe një përmbledhje të agjendës së merituar në funksion të asaj që ne thamë të ruajtjes së trashëgimisë kulturore në të gjitha format dhe dimensionet e saj. Faleminderit Alesia, faleminderit zonja Eli, punë të mbar, faleminderit për kohën tuaj. Ditë të bukur dhe punë të mbar dhe ju. Ditë të mbar, faleminderit shumë, faleminderit publikut që na ndoqi, jemi nesër në Rrezë Dielli me të njëjtat energji dhe pasione për t'ju bërë ditën më të bukur.